Ministria e Punëve të Brendshme ka ngritur kallëzim penal ndaj personit BS 64 vjeç i dyshuar për përdhunimin e një të miture e cila ende nuk ka mbushur 15 vjet nga Makedonski Broti. BS dyshohet se më datë 03/04/2025 në Makedonski Brod ka puthur dhe prekur trupin e një vajze të mitur nga Makedonski Brodi. Ngjarjes së datës 03/04 i është paraprirë njëjta ngjarje më 07/03/2025 nga BS ndaj së njëjtës vajze, për të cilën dëshmitarët okular kanë raportuar në qendrën për punë sociale. Siç mëson televizioni 21, vajza e mitur ka qenë duke jetuar në një familje përkujdesese nga Makedonski Brodi. I dyshuari mësohet të ketë qenë një klient i cili ka qenë i rregullt në dyqanin e familjes që kujdesen për vajzën. Drejtori aktual i qendrës sociale Aleksandar Bogatinovski është emëruar ditë më parë në krye të detyrës. Ai tha se Ministria e Punëve të Brendshme po merret me rastin, si dhe me çështjen pse qendra sociale nuk ka reaguar me kohë. Kur ngjarja ka ndodhur dhe është raportuar, unë nuk kam qenë drejtor. Ministria e Punëve të Brendshme është duke shqyrtuar rastin dhe po punojnë në zbardhjen e rastit. Ne presim që të na informojnë mohëlsisht rreth rastit. Ndërkohë, ish drejtori nuk deshi të përgjigjet. Televizioni 21 mëson se në stacionin policor të Makedonski Brodit mbrëm është marrë në pyetje një e punësuar nga qendra sociale, ndërsa ish drejtori Sinisha Radeski ende nuk është thirrur për bisedë informative. Nga gjykatësi i procedurës paraprake, personi BS i është shqiptuar masa e paraburgimit në kozgjatje prej 30 ditësh dhe është dërguar në burgun e Manastirit.